Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 18 tetor 2025. Jemi në ditën e Saturnit dhe jemi futur tashmë zyrtarisht në fazën përfundimtare të hënës, që është ajo balsamike. Për këtë arsye mbrojtja është goxha ulët, prandaj edhe ne të gjithë ndjehemi më tepër këtë, jemi më tepër melankolik. Kjo mund është pak drejt izolimit, ose mund të preferojmë që të qëndrojmë brenda shtëpisë, si dhe në vende të cilat na bëjnë që të ndjehemi më të sigurt. Për fat të mirë, gjatë gjithë kësaj dite, hëna do të ketë mbështetjen e disa nga planeteve. Kjo e bën komunikimin tonë vërtet shumë më pozitiv, duke qenë se perceptojmë edhe veten tonë, po ashtu dhe personat përballë në mënyrë shumë më të thellë. Në të njëjtën kohë, edhe Jupiteri mbështet shumë rregullimin dhe shërimin e marrëdhënieve brenda familjes, të cilat mund të kenë qenë pak më të sfiduara. Duke qenë se është faza përfundimtare e hënës, nuk këshillohet që të bëjmë fillime të reja. Mund të përdorim këtë fazë për të thirrur nga jeta jonë gjërat që janë të padobishme, si dhe për të perceptuar se çfarë duam të krijojmë në ciklin e ri të hënës, i cili do të fillojë ditën e martë. Mënyra më pozitive që mund ta përdorim këtë ditë është duke mbështetur njëri tjetrin, duke qenë se komunikimi do të jetë shumë i thellë, do ta ndihmojë që të ndihemi të kuptuar dhe të ndërtojmë marrëdhënie vërtet shumë të shëndetshme. Pastaj të gjitha ndjesitë do të zmadhen pak më tepër, prandaj mund të kemi tendencën që të mbyllemi edhe më tepër në vetvete, po ashtu edhe të prekemi nga çdo gjë që dëgjojmë. Për këtë arsye do të jemi pak më të vëmendshëm në mënyrë që të mos kemi shpërthime emocionale. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.